Sot, në sfidën e buxhetit, banorët përballen me një provë të veçantë, ku ndahen në role fëmijë dhe pleq. Duke kaluar në transformimet të plota fizike dhe sjellore. Çdo banor sa po përfundon përgatitje në dhomën e surprizave, duhet menjëherë të futet në rol. Sa po bëhet gati, doli nga dhoma surprizave, është plak ose fëmijë. Dhe nuk të lutem, se është, ka goxha sqarime. Dhe nuk lejohet të dal nga roli në asnjë moment, deri në vendimin e vllajit të madh. Fëmijët të moshës nga 6 muaj deri në 3 vjeç janë vendosur në gaming room dhe duhet të sillen strikt sipas moshës që përfaqësojnë. Pra ata që kanë disa muajsh, duhet të zvarriten. Zvarritesh, ka zvarritesh. Prit. Gaming room është pajisur me lodra plot ngjyra fal Vardem, vendit ku imagjinata nuk ka kufi dhe çdo fëmijë gjen lodrën e ëndrave të tij. Me 1001 lloj lodrash për çdo moshë, nga lodrat edukative deri tek më argëtueset, Vardem krijon ambiente plot gëzim, kreativitet dhe lojë. Përkujdesja për fëmijët dhe gaming room bëhet nga kujdestarja Alba, e cila është përgjegjëse për sigurinë dhe mbarvajtjen e lojës. Pleqt, ju lutem, pleqt të moshës nga 65 deri në 80 vjeç janë shpërndar në të gjithë shtëpinë dhe kanë për detyrë të qëndrojnë në rol, si dhe të kujdesen për fëmijët, duke respektuar rregullat dhe përgjegjësitë që u takojnë.